mëngjes të gjithë televizikuesve të Zjarr Televizion, jemi ritakuar sërish së bashku pas një periudhe shkëputje. Dhe ja fillojmë sot me një informacion mjaft interesante, cili ka të bëjë me Egli Takon. Kemi pak për të rikthyer, atëherë Egli për ata që se kanë marrë vesh, që besoj nuk ka ngelur njëri pa e marrë vesh, vendosi të largohet nga shtëpia e Big Brotherit si pasojë e gjendjes së saj shëndetësore psikologjike. Mirë po, pas daljes së saj, ajo ka bërë një shkëputje dhe nuk ka marrë vesh njëri ku është Egli, çfarë bën Egli. I vetmi moment kur ajo ka reaguar ka qenë pas daljes së saj, ku ka treguar, ka falenderuar personat të cilët e kanë mbështetur dhe ka thënë se i nevojitej pak kohë me familjen. Tani, Egli është munduar të fshihet, po sytë e publikut janë kudo. Dhe Egli momentalisht gjendet në Palas. Ka zgjedhur jugun e Shqipërisë, ajo duket në një foto së bashku me një mikesh të saj, ku ka vënë kapele, syze që mos të duket, sepse është normale, besoj që do pak distancë nga publiku. Ne shpresojmë që ajo të jetë mirë dhe të rimëkëmbet gjendja e saj emocionale dhe pse jo edhe të reagoj dhe të na tregoj se si po ja kalon. Mirë, kalim pak tek informacioni tjetër. Tani, një dramë e re është duke nisur. Me sa duket, Xheneta Fetau dhe motra e Gjestit janë duke thumbuar njëra tjetrën vazhdimisht. Ishkunata, pavarësisht se motra e Eglit kur hyri suportoi motra e Gjestit kur hyri suportoi marrëdhënien e Eglit me Gjestin, dhe Xheneta ka filluar të komentojë Gjestin. Mirë, tani çfarë ka ndodhur? Xheneta shpesh duke komentuar Gjestin është shprehur se ai nuk di të lidh dy fjalë bashk. Dhe Blerina ka reaguar duke thënë që kur thonë që ky nuk di të lidhë dy fjalë, folin të gjithë për të dhe sepse s'din të flasin për vete. Nuk ka çfarë të bëjnë ata. Nëse kjo është me pak fjalë përmbajtja. Janë duke thënë që, domethënë motra e Gjestit i thot Xhenetës që ti nuk ke se për çfarë të flasësh tjetër dhe prandaj flet për Gjestin dhe ofendon pa arsye. Më pas ka ardhur edhe një reagim tjetër nga motra e Gjestit, kush po flet e kush po do fam me emrin e tjetrit në pamundësi që të bëj emrin e vet. Pra edhe një herë, motra e Gjestit ka thumbuar Xhenetën duke thënë se ajo nuk ka se çfarë të bëj fam me emrin e vet dhe është duke përmendur Gjestin. Këtë Xheneta nuk e ka lënë pa reaguar. Reagimi i Xhenetës ka qenë një foto e abetares dhe ku i ka thënë që ju sugjeroj të blini një abetare deri në 2025, besoj që mësoni shkrimin dhe leximin. Pra po e cilëson Gjestin dhe motrën e tij si analfabet. Tani një dramë nxehtë që me siguri presim të shohim edhe më nga kjo situatë. Mirë, kalojmë pak tek informacioni tjetër. Selena Gomez dhe Hailey Bieber kanë patur një marrëdhënie jo të mirë me njëra tjetrën dhe unë mendoj se shkak për këtë më shumë kanë qenë fansat e tyre sesa ato vet. Duke qenë se njerëzit kanë qenë të afeksionuar pas marrëdhënies së Selenës me Justin, ata nuk e kanë mirëpritur Hailey-n dhe përkundrazi e kanë sulmuar gjithnjë dhe kanë cilësuar sikur ishte Hailey shkaku që Selena dhe Justin nuk janë më me njëri tjetrin. Mirë po, pak vite më parë, ato u panë në foto dhe të përqafuara me njëra tjetrën në një event të caktuar dhe u përfol se gjithë mosmarrveshjet e tyre kishin përfunduar. Mirë po, pas kësaj, dyshja ka reaguar nëpërmjet Instagramit duke i dhënë like postimeve të njëra tjetrës. Postimi i fundit ka qenë kur Selena shpalli fejesën e saj me Benin dhe Hailey i bëri një like. Mirë po, ka qenë ky personazhi këtu, i cili ka bërë një video
duke komentuar çiftin Selena dhe Benin dhe duke thënë se nuk e di se cili prej tyre është më i shëmtuar. Dhe më pas ka bërë një video tjetër ku tregon se Hailey Bieber i ka bërë like atij postimi. Pra, fansat janë çuar në këmbë duke thënë se përsëri pas ka një problematik mes të dyjave. Duke qenë se videoja e postuar për Selenën dhe Benin ishte ofenduese dhe se Hailey i bëri like. Pra, era dakord me parafolsin. Nëse ne nuk e dim akoma se si do të vijoj historia shumë vjeçare e këtij trekëndçi, por drama duket se nuk do të përfundojnë kurrë me sa shohim. Kalim pak edhe tek informacioni fundit i përgatitur për sot që vjen nga Lady Gaga, e cila ka reaguar në lidhje me depresionin. Ajo është shprehur se përpara një periudhe 5 vjeçare ajo ka kaluar një gjendje të rënduar psikologjike. I ka qëndruar afër i fejuari saj. Në atë periudhë këngëtarja është distancuar disi nga muzika dhe më pas është rikthyer me një album. Por në të njëjtin moment ajo tha se kur dilte në skenë kishte të vështirë të përmbante emocionet e veta, sepse kishte një inat dhe ndjesi negative kur këndonte dhe ka bërë një luftë të vazhdueshme me veten. Unë personalisht mendoj se është gjë shumë e guximshme që persona me kaq famë janë të sinqert me publikun dhe tregojnë se jo vetëm njerëzit e thjesht, po edhe VIP-at kanë probleme të caktuara, qoftë shëndetësore, fizike, mendore e tjerë. Janë njerëz si të gjithë. Dhe fakti që marrin guximin dhe të flasin para një bote të tërë, mendoj se vlen për t'u vlerësuar. Gjithsesi, ne ju urojmë asaj që mos të përballet më kurrë me situata të tilla, jo vetëm ajo, por gjithkush. Mirë, këto ishin informacionet e përgatitura për sot. Unë ju falenderoj që ishit me mua në këtë rubrikë të Showbizit dhe bashkë do të ritakojmë sërish ditën e nesërme me të tjera informacione. Mirë pa!